Orbitalet atomike kanë forma specifike që përcaktohen nga numrat kuantik. Numri kuantik orbital L dhe numri kuantik magnetik ML për një orbitale S janë të barabarta me 0. Numri kuantik magnetik ML paraqet orientimin në hapësirë të orbitaleve atomike, respektivisht në ndarjet e numrit kuantik orbital L, dhe posedon 2L plus 1 vlera, duke filluar nga minus L, 0 e deri në plus L. Një orbitale S ka forma sferosimetrike. Për nënshtresën elektronike P me numrin kuantik orbital L të barabartë me 1, kemi 2L plus 1, pra gjithsej 3 vlera të numrit kuantik magnetik, dhe atë minus 1, 0 dhe plus 1. Kjo tregon se kemi 3 lloje të nënshtresave ose orbitaleve atomike P, që janë identike për nga forma dhe energjia, por ndryshojnë vetëm në orientimin hapësinor të tyre. Orbitalja që shtrihet përgjatë boshtit X të sistemit koordinativ quhet Px, ajo në boshtin koordinativ Y quhet Py, dhe orbitalja që shtrihet në boshtin koordinativ Z quhet Pz. Pra, orbitalet Px, Py dhe Pz që kanë formën e numrit 8. Orbitalet D me L të barabartë me 2 posedojnë 5 vlera të numrit kuantik magnetik, minus 2, minus 1, 0, plus 1 dhe plus 2, që tregon se kemi 5 lloje të orbitaleve D që kanë formë më komplekse. 4 nga to tregojnë një formë të gjethes së tërfilit ose ionxhës, si lule me 4 gjethe, ndërsa e 5-ta ka një formë më ndryshe të orientuar më shumë nga boshti Z. Format e orbitaleve F me L të barabartë me 3, që janë gjithsej 7, janë edhe më të komplikuara se orbitalet D. Është shumë e rëndësishme të mbajmë mend që orbitalet reprezente kanë forma gjeometrike specifike që përkufizojnë hapësira të caktuara rreth bërthamës. Për shembull, nëse do bënim fotografi të një elektroni në një orbitale S në një interval kohe prej 1 sekundi, ne do të merrnim një numër të fotografive me elektronin të shpërndarë si mjegull. Edhe pse mjegulla nuk ka ndonjë kufi të caktuar, ne prap do të gjenim të paktën 90% të herave elektronin brenda sferës me kufi ose diametër të definuar. Kjo është arsyeja pse ne pranojmë orbitalen S si formë sferike, në të cilën elektroni kalon mbi 90% të kohës. Arsye të njëjta vlen edhe për determinimin ose përcaktimin e orbitaleve P, D dhe F.